Bashkëshortja e këngëtarit Erik Loshi, Romina, ishte sot e ftuar në emisionin BBV Fan Club, ku hodhi poshtë zërat për një ndarje mes saj dhe banorit të Big Brother VP5. Ajo theksoi se mes tyre nuk ka asnjë krizë dhe se vazhdon ta mbështesë plotësisht Erikun në rrugtimin e tij brenda shtëpisë. Gjatë intervistës, Romina zbuloi edhe arsyet pse fillimisht nuk ishte dakord që bashkëshorti i saj të bëhej pjesë e reality show. Sipas saj, karakteri emocional dhe temperamenti i fortë i Erikut e bëjnë atë më të ndjeshëm ndaj presionit psikologjik që sjell loja. Eriku ka pak temperament të vështirë, është shumë gjaknxehtë dhe i merr gjërat shumë afër zemrës dhe i përjeton shumë. Kjo ka qenë një nga arsyet që nuk doja që ai të hynte në Big Brother. Loja në Big Brother është një lojë shumë e fortë psikologjike, ku njerëzit luajnë të gjitha kartat e mundshme të familjes, të jetës personale dhe çdo gjë. Është një person që i merr gjërat shumë afër zemrës dhe shumë i drejtë. Nuk është ai agresiv që përpiqet ta përkufizojë në Big Brother, tha bashkëshortja e banorit të VIP5. Romina shtoi me humor se edhe çështjen e divorcit ja kishte përmendur para se ai të hynte në shtëpi, por vetëm në fond presioni dhe shaka, pasi në realitet ajo qëndron krah tij dhe mbështet në këtë sfidë të vështirë televizive.